Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin ditën e sotme. Për të filluar maratonën, për të sjellur tek ju analizat më të fundit të ngjarjeve që po ndodhin në shtëpinë e Big Brother. Edhe pse mbrëm ishte një natë e qetë, banorët treguan rrëfimet e jetës së tyre, treguan vështirësitë që kanë kaluar në jetë, treguan momente të paharuara, ato momente të rënda që realisht të ndihmojnë që të bëhesh i fuqishëm shpirtërisht, të bëhesh i guximshëm shpirtërisht, të bëhesh pozitiv shpirtërisht. Banorët mbrëm i kanë kaluar këto çaste nën përqafimin e njëri tjetrit. Por siç duket, ai i cili nuk mund të harroj momentet që ka kaluar me Selin, afërsinë që pati me Selin, ndjesinë që pati me Selin, ose kjo e tëra një strategji, një lojë e vetë atij për të qëndruar sa më gjatë brenda asaj shtëpie, për të patur në fakt aleanca dhe për të patur dinamika, Miri ka plasur në debat të ashpër me DJ Gimbon, njëherit edhe duke e ofenduar atë, duke e denigruar njeriun e Gimbos. Tani, lufta mes tyre me patjetër që thelbi kryesor i kësaj lufte është Selina. Nuk e di në qoftë se Miri këtë luftën e bën nga fakti që është xhelos për Gimbon, apo nga fakti që është lojtar. Tani, kjo e dyta, sipas asaj që unë shoh dhe sipas asaj që ne analizojmë, do të thënë ne analizojmë atë që shohim nëpërmjet ekranit, unë e shoh që Miri, derisa në momentin kur grindet me DJ Gimbon, siç ndodhi natën e mbrëmshme që patë një përplasje jashtëzakonisht të ashpër mes njëri tjetrit, gjë e cila ndikoi dukshëm edhe tek Selin, ishte edhe Selin ajo e cila mundoheshte në një farë mënyre që ta mbronte Gimbon dhe i thonte që mos u grind me Mirin për mua, sepse e ndjen veten në siklet në fakt në këtë raportin. Miri shprehën një lloj inati, një lloj mlefi kundërdrejt DJ Gimbos, ndoshta është edhe ky fakti që një mashkull nuk e pranon dot që vjen një mashkull tjetër dhe ja merr femrën që ka në krah, pa marrë parasysh se çfarë raporti mund të jetë ai. Domethënë ky është një raport pa emër, është një raport që ato të dy e kanë ndërtuar vetë edhe e ndjejnë në shpirtin e tyre. DJ Gimbo ishte i sakt në goditje, domethënë ai i qëndroi debatit nga fillimi deri në fund, edhe pse Miri në fakt i ka këto debatet me kërcënime të tipit që ju afrohet me kokë nga afër, domethënë mundohet që ti trëmp në një farë mënyre banorët duke i kërcënuar në këto lloj forma, gjë e cila nuk është e pranueshme në këtë Big Brother dhe sipas rregullave është thyerje rregullash, por DJ Gimbo i qëndroi stoik debatit deri në fund. Domethënë Miri tentoi t'i afrohet dhe më pas u largua. Domethënë e ka këtë pjesën që afrohet me kokë edhe largohet, nuk bën një gjë përtej saj. Unë e shoh Mirin të dëshpëruar në raportin me Selinën dhe në ndarjen që është bërë me Selinën, e shoh Mirin të dëshpëruar. Domethënë deri më tani Miri nuk ka patur debat me Selin dhe kjo mua më befason realisht. Miri grindet, po që se ta ndjekim me detaje, Miri grindet me njerëzit të cilët Selina i ka në rrethin e saj, për shembull grindet me Gimbon, me Gretën, apo me dikë tjetër, domethënë njerëz të cilët Selina i ka në krah. Por nuk grindet me Selin, me atë të cilën e ka Miri hallin, me atë të cilën e ka Miri problemin. Por njëkohësisht edhe Selina nuk e bën të njëjtën gjë kundërdrejt Mirit. Tani mendimet janë të ndryshme, domethënë ne kur shohim lëvizjet, komentojmë lëvizjet, kur shohim mimikat, komentojmë mimikat. Për shembull unë brëm e shikoja që Selin e shikonte Mirin me një lloj shokimi se deri ku është në gjendje që të eskalon ky njeri, ndërsa DJ Gimbo i përmendte vajzën e tij, i përmendte martesën e tij se deri ku ke arritur ti që të denigrosh veten tënde duke turpëruar. Tani, kjo e tëra domethënë, unë mendoj që është një strategji e Mirit. Këtu mund të ketë edhe një lloj marrëveshje nga jashtë që unë do të futem aty brenda.
sido që do më vi loja unë do ta luaj, sepse në fund të ditës unë dua të dal fitues nga ky format. Por duke e ndjek strategjinë e lojës që Miri ka përdorur, dhe duke e parë që Miri do me thënë dështoi në lojë, dështoi sepse nuk mundi që të krijoj liderin, nuk mundi që të jetë ai udhëheqësi i lojës, siç ashtu ai pretendoi në fakt që në ditën e parë. E kam thënë dhe do ta them, afrimiteti me Selin Mirin e doq, Miri t'i dha një, do me thënë një avantazh shumë më të ulët, ndërsa e lartësoi Selinën jashtëzakonisht në lojë dhe Selina sot fal Mirit, fal lojës së Mirit, fal afrimitetit të Mirit, fal fokusit të Mirit, fal momenteve që Miri i dha Selinës, e bëri Selinën që të jetë faktor brenda asaj shtëpie. Ndërsa Gimbon e shoh të qëndrueshëm, do me thënë Gimboja mundohet që t'ja plasë në fytyrë gjërat Mirit edhe ashtu ja thot, ndoshta arsyeja pse Miri e urren Gimbon, sepse un kam parë realisht një lloj urrejtje kundër drejt Gimbos, atë urrejtje e pash edhe mbrëm, është fakti që Miri nuk e pranon dot realitetin e vërtet, edhe këtë gjën e kthen me urrejtje, këtë gjën e kthen me mbledh edhe me inat. Do të shohim se si do të shkojnë gjërat, nuk shoh realisht paqe mes Gimbos edhe mes Mirit, edhe pse në fillim mundoheshin që të dy çunat të krijojnë një lloj grupi, do me thënë u krijua një lloj treshe, Gimbo, Miri, Selin, Gimbo mundoheshte që do me thënë të jetë pranë Selinës, Miri mundoheshte që të qëndroj pranë Selinës duke i dhënë emocione, duke e përkëdhelur, duke e përqafuar, por jo gjasme ta ndaloj që Selina të bëj një njohje qoftë ajo shoqërore. Do me thënë, e gjitha kjo gjëja përfundoi në një moment kur Selin vendosi që të shkëput raportet mes Mirit dhe saj, dhe në fakt është një moment shumë i ftohtë, edhe pse u komentua shumë si një gjë e afërt, si kur Selina dëshiron non stop të ndanë momente me Mirin, dëshiron që të jep fokusin me Mirin e tjerë, por kjo gjë në fakt nuk ndodh. Mbrëm pash një lloj mlefi edhe një lloj inati kundër drejt kësaj dysheje, që realisht deri dikur ishin më të dashurit dhe më të preferuarit jashtë shtëpisë së Big Brother. Si do të shkon kjo ngjarje, çfarë do të sjellën në fakt kjo ngjarje, çfarë dinamikash do të sjellën, këtë do ta shohim në vazhdim, por që do të ketë luftë mes Gimbos edhe mes Mirit, këtë vetëm e shoh sepse Miri mundohet që të hapën luftëra të ndryshme brenda asaj shtëpie, vetëm e vetëm në një farforme për t'u hakmarrur kundër drejt atyre njerëzive që e kanë lënduar atë shpirtërisht. Ky është gjykimi im kundër drejt të Mirit dhe dua të marr mendimin tuaj.